Deklarata e djeshme e kryeministrit Kristian Miskovski se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat do të kalojë fillimisht në qeveri dhe para se të votohet në kuvent do t'i dërgohet Komisionit të Venecias për mendim e ka shqetësuar Aleancën për shqiptarët të Taravarit. Thonë se përpjekja që ligji të dërgohet në vlerësim ndërkombëtar para se të miratohet në parlament është një praktike e rrezikshme që mund të krijojë zbrastirë juridike në një moment kur vendi ka nevojë për garanci të qarta për përfaqësim të drejtë të gjitha komuniteteve. Aleanca për shqiptarët kërkon me ngulm që ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat të miratohet fillimisht në kuvent dhe vetëm pas asaj të dërgohet për mendim në Komisionin e Venecias. Vetëm në këtë mënyrë mund të shmangen vonesat e pafundme, të mbrohet barazia qytetare dhe të parandalohet keqpërdorimi politik i punësimeve në administratë. Bilal Kasami nga koalicioni Vlen garanton se ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat do të ketë dhe do të miratohet. Shtoi se që nga fillimi partitë politike në pushtet janë dakurduar që ligji fillimisht të shkojë në Komisionin e Venecias për të mos pasur probleme si me ligjin për gjuhët në kushtetuese. Për ne nuk është më e rëndësishmja, ashtu si ka qenë fatkeqësisht në të kaluarën, përvoja politike nuk është më e rëndësishmja që ky ligj të miratohet para zgjedhjeve. Ne kemi premtuar që do të ketë ligj për përfaqësim adekuat që nuk do të jetë i kontestueshëm nga kushtetuta apo ligje tjera dhe i njëjti do të jetë në shërbim të përfaqësimit adekuat ashtu siç është e përcaktuar me kushtetutë. Kryeministri Kristian Miskovski dje bëri të ditur se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është përgatitur dhe pritet të miratohet së shpejti në një nga seancat e ardhshme të qeverisë, pas çka do të dërgohet për vlerësim në Komisionin e Venecias, si filtër i fundit para se të kalojë në procedurë parlamentare.